Shkelësit e ligjit dhe keqbërësit nëpër komuna prej tani përveç nga policia do të gjobiten edhe nga kujdestarët komunal të sigurisë, për cilët nga qyteti i Shkupit kanë siguruar uniforma të reja, të cilat janë të ngjashme me ato të policisë. Kryetari i qytetit të Shkupit, Koce Trajanovski, me këtë rast tha se roli i kujdestarëve komunal më tepër do të jetë në drejtim të parandalimit të shkeljeve të ligjit nga qytetarët, sesa për të gjobitur ata. Këto uniforma do të kontribojnë për të dalluar kujdestarët komunal në qytetin e Shkupit dhe para së gjithash mendojmë se do të veprojmë në drejtim preventiv mbi higjienën komunale në qytetin e Shkupit. Ndërkohë Ministria e Brendshme Jankullovska tha se kujdestarët komunal do të ndihmojnë organet e rendit në sanksionimin e shkelësve të ligjit për higjienë publike. Ministria e Punëve të Brendshme prej qastit të miratimit e ligjit për higjienë publike ka dhënë mbështetje për implementimin e tij dhe zbatimin e mirëfillt në terren, edhe pse në masë të madhe përgjegjësi për zbatimin e këtij ligji janë pikërisht komunat, por megjithatë ne deri më tani kemi kryer një pjesë të madhe të detyrave të cilat ndër të tjera janë edhe të policisë gjithnjë sipas këtij ligji. Deri më tani në terren praktika tregon se tek qytetarët po ngritet vetëdia dhe me këtë po respektohet ligji. Kemi edhe raste të refuzimit të xhobave, edhe ata nga arsye të ndryshme. Kemi shumë raste sociale dhe ata nuk din se si t'i gjobisim, por megjithatë xhobat tona sillen deri më 50 euro për persona fizik. Unë kam 3 vite që punoj në këtë punë dhe ne përballemi me shumë probleme, pasi qytetarët më parë nuk na vërenin shumë, pasi nuk kishim uniforma. Tani do të shohim se si do të shkojnë punët me uniforma të reja. Nga shtatori i vitit 2008 deri më tani janë regjistruar mbi 64.000 shkelje të ligjit për higjienë publike.